Mirëdita dhe përshëndetje miq të Partizani Channel, drejt për drejt nga Arena Tema teksa skuadrat dalë në fush, pra sfida e javës 5 mes Partizanit B dhe Delvinës, skuadra drejtuar nga Ultion Konaja. Nisë me shpejtësi me një top të gjatë në krahun e majt aty ku Nikola provon ndërhyn Bakalli. Partizani B qëndron sulmi nga krahu i majt tashmë, Kokomani, Balla. Shikon zonën, krosimi është i mirë, goditja e pabesueshme, shumë pranë golit ishte Contreras. E ka të vështirë skuadra e Delvinës. Shikoni çfarë bën Jata, godet dhe jashtë kuadrati përvoj me të jashtëm. Pret mbështetjen e Mandus dhe krosimi fort drejt Kolës. Le të shikojmë. Arrin Kola, madje fut me kthes në zonë aty ku provon Kazim. Gjithmonë Kazim heziton të godas, pasimi tashmë për Mandon. Ndreja me të parë godet, çfarë goditje potente. Edhe një herë provohet kjo lëvizje dhe rezulton sakt. I top në brendësi për Kazim. Shikoni çfarë bën Oglia Kazim, Kola. Provon me krosim me hershme, goditja potente. Por edhe një mund provoj Partizani dhe shkon në rjet. Çfarë goli? 1-0, shënon Denis Balla. Potente, i menjëhershëm goditje. Vrastar, do të thënë, nuk i dha asnjë shanse si mundësi, ndërsa tashmë ndeshkohet e Ruçi për protesta. Por në pritje të regjisë na ofrohet një të pamje të golit, por një këngulje gjatë që nisi nga këmbët e Bakallit, Kazim e më pas Kola. Shikoni çfarë bën Kazim. Goditja e parë, e dyta u bllokua, e më pas e kjo goditje që nuk i dha asnjë shpresë, asnjë mundësi Çarit i Ballës. Le të shikojmë reagimin e miqve pra. Me një mundësi të mirë, shikoni goditja dhe e pabesueshme, vjen goli. Vjen parazimi shumë shpejt. 1-1 me të njëjtën mënyrë pra, me një gol fantastik, një gol të bukur. Është Mandu dhe Balla. Le të shikojmë çfarë sill ka aksion. Gjithmonë Manat Mandu, tokazi për Ndrejajin. Ndreja për të mbështetjen e Kolës në krahun e djathtë, ashtu është. Kola tashmë shikon zonën, krosimi me një herë i fortë dhe goditja! 2-1, shënon Diego Contreras. Por çfarë këmbgulje Kolës dhe kjo goditje e menjëhershme Diego Contreras. 2-1 Partizani B. Tashmë me ritualin e tyre të zakonshëm, Kola dhe Contreras. Por shikojmë të aksion tek Partizanit B, Kazim ka pranë Kolën i cili e ndez motorin duke asistuar, duke bërë mjaft mirë të to zonës. Kola dhe 3-1. Çfarë bën Marius Kola dhe Kazim? Këtë herë nuk do të shmanget pa ndar festën me Kazim, Kola tashmë. Contreras pra dhe Kola. Ruçi e dorëzon lehtësisht tek Goga, i cili asiston për Kolën. Nuk e merr mirë, por gjithsesi e ka në kontroll Kola. Tokazi për Gjeçin, i cili nuk arrin dot ta shty. Megjithatë këmbgul Balla. Shikon zonën. Krosimi i bukur. Goga godet dhe 4-1. Shënon Partizani B. Rabion Goga. Goga shënon dhe golin e tij të 4 pra në 5 takime. Një kushtim i menjëhershëm i Çarit. Tashmë Enea Kokomani. E provon parë, çfarë goli! Shënon Nuri 5, Kokomani 5-1 Partizani. Një goditje potente, nuk i dha asnjë shans Çarit. Dhe Partizani shënon dhe golin e 5. Gol mjaft i bukur me potencë. Vërtet një sfidë mjaft pozitive. Në fush kemi Çarçanin me numër 3.
Klej Çarçanin. Por një moment teksa bëshim gati shënon Partizani 6-1 ka shënuar Kazim. Drejaj. Provon në Kokomani. Këmbullë numri 2, mundësia për të ngushtuar dhe vjen goli i dytë. Shënon skuadra e Telvinës. Për Ndrejajn. Krosimi për Gogën. Provon ta kthejë në fush. E ka Kokomani. E godet më të parën, topi mbetet në rëmuj në zonë. Në vështirësi tashmë Delvina. Por nuk ka më kohë, e mbyll këtu takimin gjyqtari Sulko me fitoren e Partizanit B me rezultatin 6-2. Një fitore e pasur më shumë se e merituar.